të buxhet për ta mbrojtur votën. Pra, le t'i bëjmë njës për drejti se kjo gjë po bëhet nga propaganda, po na përdridhet e gjithë logjika, po na kthehet në një anormalitet. Dhe unë kam dashur edhe përmes atij statusi që bëra sot, doja që të provokoja një debat dhe për të thënë që nuk duhet i pranojmë gjërat anormale si normalitetin e ditës. Nga është një punkt që është bërë pak nga pak kjo? A do të vi momenti që të ketë një analizë brenda opozitës se gjithmonë ka nevojë për një rishikim edhe për strategjitë që ti ndjek edhe gjëra që duhet rregullosh brenda vetës, po patjetër. Një analizë do duhet ishte edhe për të fituese. Nxitimi që bëhet enkas për ta bërë këtë debat më një herë tani është për të shmangur përgjegjësinë e qeverisë. Ti thua bëhet për shfokusimin e vëmendjes. Po, që të shfokusohet vëmendja nga çfarë ka ndodhur me procesin zgjedhor. Vëmendja, për shembull, ne kemi sikur asgjë tjetër, vetëm të marrësh atë çfarë ka ndodhur me diasporën. Ajo i thot të gjitha. Çfarë tregon ajo që ka ndodhur me diasporën sipas teje? Një proces që ne e pam përpara syve tan. Ne e pam që nga mobilizimi që bëri qeveria në të gjitha ato takimet në diasporë, që mobilizoi të gjithë administratën e zhvendosi me autobus, me avion, që tregonte se kishte mbështetje. A u morë ndonjë mas për të parë këta njerëz çfarë parash kanë përdorur për të shkuar atje? Asnjë interes nuk pati, apo jo, nga organet ligjzbatuese. Nisi procesi i fletëve të votimit që do duhesh të dërgosh në diasporë dhe ne kishim kërkuar një proces përmes të cilit ne gjurmonim të gjithë ecurin. Pra që nga momenti që dilte nga KQZ-ja, mbërinte tek personi që do të votonte dhe kthehej përsëri këtu. Ajo çfarë kemi parë është që KQZ-ja ende nuk na thot sa fletë votimi janë prodhuar, sa fletë votimi kanë vullën e KQZ-s, sa fletë votimi janë dërguar në destinacion, sa fletë votimi janë kthyer si fletë rregullta, sa prej tyre nuk janë kthyer. Pra nuk na e bën asnjë bilanc ende sot që duhet i kishe shumë qarta këto, sepse procesi ka mbaruar. Në të njëjtën kohë, çfarë kemi marrë ne? Ne kemi marrë denoncime nga njerëzit, pra si vërteton opozita pretendimet e veta. Kujt po ja vërtetojmë ne? Ne po themi ato gjëra që na i kanë denoncuar të tjerët. Përfaqësues, jo thjesht përfaqësues të opozitës, po qytetar nga diaspora pranesh kanë denoncuar me mira raste se si u është vajtur në shtëpi. Për shembull, një i afërm im që jeton në Greqi më morë në telefon dhe më tregoj, i kishin shkuar një postier shqiptar për t'i dhënë fletën e votimit zarfin. Dhe i bënte presion që ta plotësonte për Partinë Socialiste. Kur ku e pyet shneti për kë punon ti, sepse postier shqiptar, dhe ai thotë që shikoj, disi është puna ti plotësoj për këtë duar se Edi Rama do t'i fitoj këtë zgjedhje dhe ikën me vrap. Pra, ai më merë në telefon një alarmuar dhe tha nuk ja mora do të asembrin se kush ishte, por ai më duk si patronazhist dhe ishte ai që më solli zarfin në shtëpi. Dhe iku pa e marë. Dhe kërkon të dinte si do të vepronte më pas me dorëzimin e këtij zarfi. Kemi persona të tjerë që kanë shkuar për të dorëzuar zarfin vetë në post, me DL. Kemi persona të tjerë që u është hedhur zarfi, u është lënë në vendet jo siç ishte rregulli, pra që ata duhet të jepnin vetë firmën me një kartë identiteti të identifikoheshin. Kemi fotografi me thas, zarfa me thas në mes të rrugës, që na janë dërguar nga shqiptar që jetojnë jashtë. Kemi video që janë të paimagjinueshme. Kemi denoncime nga njerëz që ka shkuar zarfi nuk ka pasur fare fletën e votimit brenda. Por rastet më tragjike janë ato që patronazhist të Partisë Socialiste kanë shkuar, kanë guxuar të shkojnë në shtëpitë e qytetarëve duke i kërcënuar. Jo vetëm duke i joshur, po edhe duke i kërcënuar për të votuar për Edi Ramën. Dhe e gjitha kjo është bërë me dije, ne kemi denoncuar dhe në KQZ, pra kemi lënë gjurmë gjatë gjithë kohës. Por po ashtu zoti Celibashi sot na pohoi edhe zyrtarisht që votat kanë ardhur edhe nëpërmjet